Akuzave të Partisë Demokratike se presidenti ka marrë pagë edhe si mjek, ju janë përgjigjur forcat e armatosura. Përmes një deklarate për mediat, thuhet se Begaj është angazhuar mes 15 profesorëve në udhëheqjen e temave shkencore të ciklit të tretë të studimeve për doktorat në periudhën 2013-2018. Por më tej shtohet se pagesat janë kryer më vonë për gjatë viteve 2022 deri në vitin 2024. Akademia e Forcave të Armatosura në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me aktet nënligjore që rregullojnë arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë, ka shlyer gjatë viteve 2022 dhe 2024 detyrimet e prapambetura financiare ndaj të gjithë personelit akademik të përfshirë në këtë proces. Procesi është zhvilluar në mënyrë të barabartë, transparente dhe me dokumentacion të plot financiar dhe administrativ, i cili mund të verifikohet nga çdo institucion kompetent, thuhet në deklaratën për mediat. Partia Demokratike pas akuzave të ngritura ka kërkuar edhe një nismë për shkarkimin e presidentit. Vetë kreu i shtetit në deklaratat e bëra ka theksuar se ka zbatuar vetëm ligjin.